Mbledhemi sot në këtë mbledhje jashtëradhe apo të jashtëzakonshme të grupit parlamentar për shkak të një situate të jashtëzakonshme në të cilën ne ndodhemi, për shkak të vendosmërisë të pandalshme të narko-qeverisë për të shtypur me të gjitha potencialet opozitën dhe opozitarizmin. Për të ashtruar atë në një vegël apo në një instrument pa vlerë për asnjë funksion për qytetarët, mbrojtja e interesave të tyre, për t'ia mbyllur asaj gojë de facto politikisht për ta asgjësuar atë si forcë politike parlamentare. Ne jemi dëshmitar që me seancën e fundit u bën 10 seanca parlamentare në të cilat qeveria në 9 prej tyre i mohoi opozitës çdo debat për çdo çështje që erdhi në parlament. Duke filluar nga programi i qeverisë, miratimi i Këshillit të Ministrave, duke përfunduar tek miratimi i buxhetit dhe tek çdo gjë tjetër. Ju jeni dëshmitar sepse në 10 seanca ka patur vetëm një seancë me debat dhe kjo ka qenë seanca në të cilën është diskutuar për institucionet e drejtësisë.